Mario Përllesha, i dënuar për vrasjen e Martin Canit, ka ankimuar në gjykatën e apelit pendimin e shkallës së parë, e cila e dënoi me 16 vite burg. Avokati i tij mbrojtës kundërshton kualifikimin juridik të veprës penale si vrasje në rrethana cilësuese, për të cilën u dha dënimi. Sipas mbrojtjes, dhe të miturit nuk duhet të rëndojë kjo akuzë, pasi ngjarja sipas tyre ka ndodhur në kushtet e vetë mbrojtjes dhe nën efektin e një tronditjeje të fortë psiqike. Këto argumente janë paraqitur edhe gjatë gjykimit në shkallën e parë, por nuk janë marrë parasysh nga trupa gjykuese, e cila vendosi ta shpall fajtor dhe ta dënoi me 16 vite e qelërie. Në 9 dhjetor të vitit të kaluar, gjykata e shkallës së parë dënoi Përlleshën me 12 vite burg për vrasjen e Martin Canit dhe me 10 vite për tentativën e vrasjes së një të miturit tjetër. Në bashkim të dënimeve, ai u dënua përfundimisht me 16 vite burg. Ngjarja e rëndë ndodhi në ambientet e shkollës Fanoli, ku një konflikt mes të miturve degradoi në përdorimin e një mjeti prerës. Si pasojë, Martin Cani humbi jetën, ndërsa shoku i tij Luiz Meçaj beti i plagosur dhe u transportua për ndihmë mjekësore. Pas përfundimit të hetimeve, prokuroria ngriti akuzën për vrasje dhe plagosje të rëndë, duke kërkuar dënimin maksimal për të pandeurin. Megjithatë, gjykata vendosi një mas dënimi më të ulët, nga sa ishte kërkuar nga organi i akuzës. Pas ngjarjes, në shkollë u morën masa shtesë sigurie, ndërsa qeveria vendosi mbylljen e rrjetit social TikTok.